kena Audi Arteqa, Lamborghini Urus, tu fillu prej 10.000 frangave deri rreth 400.000 franga. Ku marrit mi shit mbi 40 vetura, hapësirë kena për rreth 100 vetura, me zhvllohu kon vet, sot jena 7 punëtor. Prindë të me kanë orë në moshën 16 vjetë në Zvicër, na jena 3 fëmijë, një djalë dhe 2 qika, na kena lindë këtu. Këtë biznes e kem prej viti 2018. Idea kone vllaut me hop këtë biznes, sepse ai ka kry 3 vite shkollë si automekanik në këtë drejtim, dhe vitin 2018 vendosi me morë këtë hap edhe me hop BM Parts. Na kena shumë shërbime të ndryshme, si karoseri, blerje, shitje, riparime të veturave, çdo lloj dëmtimeve të veturave. Vllau 2018 e ka pas një garo shumë të vogël, ku e kena pas vetëm një lift, aty ka pas vend për një veturë, po me vazhdimin e kohës, normal që kërkesat ju rrit dhe ka vendos në vitin 2020 me ndru lokacionin, me një vend pak më të madhe, ku i kena pas 2 lifta dhe një kabinë të karoserisë. Vitin 2020, moj me thonë që o ko një vit shumë i suksesshëm për neve, ku na ka prun këtë pikë që jena sot. Kena morë këtë vendim me ndru apet lokacionin me një hapësirë shumë më të madhe. Lokacioni është në Gibenach, ku gjendet afër Bazelit. Këto i kena afër 400 metra katror garazhin të madhe, me 5 lifta dhe me një kabinë të karoserisë. Kur jemi të ngjyrosja, na i ofrojmë të gjitha ngjyrat dhe përzierja e ngjyrave bëhet direkt në kompaninë tonë. Secili punëtor në kompaninë tonë është i specializuar në punën e vet. Këtë biznes udhëheq vlla, motra dhe une, pak a shumë biznes familjar. Për neve është shumë kënaqësi e madhe, po ky sukses arritet vetëm me punë dhe me sinqeritet. Mirëpritja klientave, saktësia punës tonë na ka ofruar shumë bashkëpunime me shumë biznese të tjerë, si për shembull Porsche-ja, ku i mbikëqyr me karoserin, Spitale dhe Shpiteksi, ku e kryjmë shërbimin e riparimeve të veturave. Ajo që ja vlen me përmend për neve si kompani është bashkëpunimi me Porsche që e kem, që nuk është lehtë me arrit. Përveç Porsches, bashkëpunojmë dhe me biznese si Spitale, Shpitekse, klientë private dhe shumë të tjerë që i ofrojmë shërbimet prej as deri në gjë. Na jena shumë krenar që kena rrit këtë sukses. Fillimisht vllau kon vet, sot jena 7 punëtor. Është motra nal që i mbikëqyr kontabilitetin dhe punëtorët. E kena një punëtor për karoserin dhe 4 për servis. Nuk kemi mund dal me kaq, qëllimi jonë është normalisht që mu rrit ma shumë. BM Parts i rregullon gjitha markat makinave. Nuk e kena caktu cilin lloj, po mujnë me ardhë të gjitha. Na i ofrojmë 5.000 lloje të felgave, e kemi një katalog këtu, dhe shërbimi jonë i ri është felgat me emrin tonë që i porositmi direkt në firme, që është emri jonë atë, me dizajnin tonë. Po ashtu ofrojmë dhe remusat dhe çdo lloj taspufat që është një kërkesë shumë e madhe, sidomos për gjeneratën e ri. Gjithashtu ofrojmë amortizera që i porosismi direkt në firmë me emrin tonë. Tash ofrohet dhe një mundësi e re që mund përmes telefonit mi ngrit dhe mi zbrit veturat. Na mirëpresin kompaninë tonë shumë klienta me nacionalitete të ndryshme, po sigurisht që disa prej tyre janë edhe shqiptarë. Na këtu jena në lokacionin e dytë, që kena hap prej janari 2025, do më thoni kohë shkurt. Këtu mirëmi vetëm me blerje dhe shitje të veturave. Ku gjendet në Emenbrücke, është në kanton Lucern, hapësirë kena për rreth 100 vetura dhe jena përballë Emen Center. Mas suksesit të lokacioni parë në Gibenach që kena pas, kena vendos me familje së bashku me hap këtë biznesin të ri në kanton Lucern, BM Parts Automobile quhet. Këtu në autosalon ofrojnë vetura për gjitha kategoritë, prej të thjeshtës deri te luksuzit. Tu fillu prej 10.000 frangave deri rreth 400.000 franga. Për momentin kemi shumë vetura të lloje ndryshme, si për shembull mbrapa meje kena Audi Arteqa, Lamborghini Urus, Audi RS6 dhe shumë të tjerë. Përveç këtyre veturave që i kena në autosalon brenda, gjenden shumë vetura prej lloje të ndryshme si Skoda, Audia, VW, Golfa. Kërkesat e klientave janë shumë të ndryshme. Muj me thonë që rinjes i pëlqen ma shumë kere luksoze. Gjeneratës më të vjetër janë ato
thjeshtat. Klienta që blejnë veturat e na jem ndër salonat e pakta që ofrojmë shërbimin 24 muaj okazio garanti për secilën veturë. Kjo nënkupton që qaju garanti 24 muaj e bën secilin klient mundi më i sigurt. Po ashtu i ofrojmë 3 mundësi për me ble veturën. E para është leasing, që bashkëpunojmë me shumë banka të ndryshme, me kredi ose cash. Përveç shitjes edhe blerjes veturave, ofrojmë servise të vogla. Nëse ka probleme më të mëdha vetura, vazhdojmë te lokacioni parë në Gibenach. Përveç veturave që i kemi këtu në showroom, kena dhe shumë kliente që vinë me kërkesa specifike dhe na si kompani ja mundësojmë ato kërkesa. Unë në këtë biznes ma shumë jam drejtimin e marketingut. Pendje respektin e gjithë klientave edhe pse jam femën. Edhe pse jam e re në këtë biznes si femën, e kum pas një sukses shumë të madh. Brenda këtëve 3 muajve, ku arrit mi shit mbi 40 vetura me çmime të kategoritë të ndryshme. Qëllimet e tona janë normalisht në Zvicër mu përhap ma shumë edhe me ofru shërbime të reja, po muj me thonë qëllimi kryesor është me hap një autosalon Kosovë. Na jena linë Zvicër, po jena shumë të lidhë me Kosovën. Prej fëmirisë, na kanë marrë prind gjithë me vetin Kosovë dhe na ka met ajo dashnia për Kosovë. Gjitha reklamat, vizitkartat, jena mundu gjithë mi morë prej Kosovës. Kemi qef mi mbështet dhe bizneset në Kosovë. Ky rrugtim nuk i shkon për neve ka qilet, mos mi pas prind mbrapa. Gjithë mbështetjen e kena prej prindve dhe jena shumë krenar. Rrugtimi për prind u kon shumë i vështirë, në atë kohën kur kanë ardhur prej Kosovës në Zvicër, për ato na mundohemi mbështetjen dhe vështirësinë që e kanë pas ata para 30 vite me qit ndrit. Si biznes i sukses shumë familjar. Ma herët jam kone angazhuar në dogan, po mbas vendimit e familjes me hap këtë biznes, kum hi edhe unë në këtë treg. Kjo është një botë shumë e re për mu, po çdo biznes që e bën me vullnet ki edhe sukses. Kështu që e kisha propozu të gjitha femnave mi ndjek ëndrat e tyre dhe mos mu dorëzu.